Krimi organizuar, politika dhe mafia shqiptare. Çfarë dim me fakte dhe emra nga burime zyrtare. Në Shqipëri, debati krimi organizuar politik shpesh kthehet në slogane. Por vitet e fundit, një pjesë e këtij debati është materializuar në dosje penale, aktakuza dhe gjyshe, kryesisht nga SPAK dhe gjykata e posaçme, duke e bërë pyetjen më të ftohtë dhe më të rrezikshme. Sa thellë depërton paraja kriminale në vendimmarrje? Një mafia shqiptare nuk është një kupol e vetme. Edhe raportet europiane e përshkruajnë krimin e organizuar modern si rrjetë fleksibël, jo domosdoshmërisht një organizatë e vetme, që bashkëpunojnë ndërkufitarisht, investojnë në logjistikë, financa dhe fokusohen te fitimi. Kjo është e rëndësishme sepse lidhja me politikën zakonisht nuk vjen si urdhër nga lart, por si marrëdhënie shërbimesh. Para që kërkojnë lehtësim, tendera, licenca, mos kontrolle. Pushtet që kërkon financim, ndikim, mbrojtje apo rrjet klientelist. 2. Emra dhe çështje që janë bërë publike në akte zyrtare u media të verifikuara. Pas spekulime, vetëm ato që janë raportuar si akuza formale, aktakuza, gjyshe ose arrestime nga institucione o mediume të besueshme. Ilir Meta, ish president gish kryeministër. Associated Press raportoi se është akuzuar formalisht për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, dhe të tjera. Sipas raportimit mbi një dosje të SPAK, Meta i ka mohuar akuzat dhe i ka quajtur politike. Sali Berisha, ish kryeministër, raportoi nisjen e gjyshit për korrupsion lidhur me çështjen e privatizimit o zhvillimit të tokës, me akuza që lidhen me favorizim, ndërsa Berisha i ka mohuar akuzat dhe i ka quajtur politike. Ish zëvendës ministër i shëndetësisë, rast koncesioni pajisjesh kirurgjikale. Ballkan Insight raportoi arrestime dhe hetime nga SPAK në 2023 lidhur me një koncesion të kushtueshëm. Raste korrupsioni dhe ndikimi në drejtësi. Media raporton se SPAK ka çuar në gjysh persona për ndikim të paligjshëm mbi zyrtar të drejtësisë, me vendim gjykate në procedurë të shkurtuar. Këtu flitet për jo politikan, por është indikator i problematikës. Këto raste nuk provojnë automatikisht mafie në sheveri. Ato provojnë diçka më konkrete. Politika shqiptare po preket në nivele të larta nga ndjekje penale, dhe kjo e zhvendos debatin nga perceptimi te procedura. 3. Kur krimi i organizuar prek korrupsionin. Çfarë thon Europol dhe raportet? Europol ka publikuar operacione ku përmenden rrjete shqiptare të krimit të organizuar. Në një njoftim përmendet shprehimisht një grup i dhunshëm i lidhur me korrupsionin, i ekspozuar përmes analizave të komunikimeve të koduara, SKYS, ku bashkëpunojnë autoritetet të ndryshme, përfshirë SPAK. Po ashtu, Europol raportoi goditje në një rrjet ndërkombëtar shqiptar me arrestime në Shqipëri, 2025. Mesazhi është i qartë. Krimi i organizuar dhe korrupsioni ecin bashk, sepse krimi ka nevojë për dyrë të hapura në institucione për të lëvizur mall, para dhe ndikim. 4. Pse lidhja krim politik është kaq e rrezikshme? Kur parat e paligjshme hyjnë në qarkullim politik, ndodhin 3 gjëra tipike. Kapja e prokurimeve o tenderave. Tenderi bëhet mjet për transferim parash dhe favorizim. Kapja e kontrollit, inspektimet, policia administrative, tatimet përdoren selektivisht. Pastrimi i parave, ekonomia formale deformohet, biznesi i ndershëm humb konkurrencën. Këtu, lufta reale nuk është vetëm arrestimi, por ndjekja e parave dhe konfiskimi. Në këtë linjë, drejtuesi i SPAK ka raportuar publikisht për vlera të konsiderueshme asetesh të sekuestruara o konfiskuara dhe hetime ndaj ish zyrtarëve të lartë. 5. Çfarë mungon ende? Standardi i transparencës dhe prova publike e plot. 2 probleme e ushin mosbesimin. Publiku shpesh merr vesh bombën, arrest ka aktakuz, por jo gjithmonë sheh zinxhirin e plot të provave të shpjeguar qartë. Politika e kthen çdo dosje në propagandë, u godit armiku, u sulmua opozita, duke e mjegulluar faktin bazë. Gjyshi duhet të flasë me prova. Përfundim, emrat ekzistojnë, por përgjegjësia është e provat. Po, ka emra në hetime dhe gjyshe të nivelit të lartë. Meta, Berisha, ish zyrtar, raste koncesionesh, të raportuar nga media ndërkombëtare dhe vendase serioze dhe të lidhura me SPAK GJK. Po, ka raporte europiane që lidhin rrjete shqiptare të krimit me korrupsionin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në hetime. Por në një shtet ligjor, konkluzioni final nuk bëhet me bindje politike, bëhet me aktakuza të forta, prova të verifikueshme, gjykime të drejta, dhe sidomos konfiskim pasurie që e bën krimin të mosvlejmë.